Pak javë më parë, media shqiptare u përfshi nga një zbulim i bujshëm për historinë europiane dhe veçanërisht për historinë e popullit shqiptar. Studiuesja italiane Lucia Nadin ka zbuluar një testament të Aleksandrit të Madh në të cilin ai drejtohet popullit të Shkodrës, duke ju dhënë atyre nënzotërim territore në krahinën italike të Aquilionit, deri në skaj të Italisë së Jugut si shpërblim për besnikërinë e shkodranëve. Shkruan testamenti: duke qenë se ju gjithmonë më jeni treguar të besës, të fortë e të pathyeshëm ndër betejat e bëra krameje. Po të ishte autentik, ky dokument do të përbënte një zhvillim ndryshe në historinë autentike të Europës. Së pari do të konfirmonte përjardhjen ilire të Aleksandrit të Madh, për rrjedhoi origjinën e mirëfillt ilire të popullit Maqedonas, lidhjet racore me ilirët e mirëfillt Dalmat dhe Liburn. Së dyti do t'i shtrinte territoret e banuara nga ilirët në derdhin e sipërme të Danubit deri në zemër të Thrakës së lashtë. Së treti do të zgjidhte një dilemë e cila prej 200 vjetësh po mundon gjuhëtarët, historianët, etnologët se Maqedonasit e lashtë, ilirët e mirëfillt të Bregdetit Adriatik, ilirët e Jugut dhe ilirët danubian flitnin të njëjtën gjuhë. Deri më sot burimet historike dhe gjuhësore nuk e konfirmojnë këtë. Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish me emisionin ton me të ftuarin e nderit të zotin Tauland Ceka. Përshëndetje zoti Tauland. Sot do të flasim për një dokument historik të zbuluar nga studiuesja italiane Lucia Nadin. Ky dokument ka bërë bujë ditët e fundit në të gjithë mediat. Zoti Tauland, ç'përbën ky dokument? Ky dokument, në qoftë se do të ishte dokument autentik, do të përbënte një ngjarje për historiografinë evropiane. Sepse do të përmbyste disa të vërteta dhe të pavërteta në lidhje me kombësinë e Aleksandrit të Madh, të popullit që përfaqësonte Aleksandrit të Madh, në lidhje me lidhjet e hershme maqedonase me paraardhësit tanë ilirët dhe me popujt e rajonit. Unë po i kthehem dhe një herë dokumentit. Është një dokument i botuar në vitin 2002 ose i zbuluar në vitin 2002 nga historiania studiuesja italiane Lucia Nadin, e cila e ka përdorur edhe për titull shkencor këtë material. Ky material ka bërë bujë në mediat shqiptare, është publikuar gati në gjithë mediat, sepse ka rëndësinë, sepse flitet për popullin tonë. Në këtë dokument i dhurohen, është një testament i Aleksandrit të Madh në shtratin e vdekjes, në minutat e fundit, në çastet e fundit, i dhuron shkodranëve, i drejtohet shkodranëve, dhe i dhuron toka, një krahinë të tërë në jug të Italisë, Aquilanum e quhen Aleksandri, bëhet fjalë, sot janë tokat të krahinave të Molizës, të Kalabrisë, të Kozencës, deri në gjirin e Mesinës. Pikërisht, me qenë se bëhet fjalë për këto toka, unë kam një mëdyshje të madhe që ky dokument nuk është dokument autentik i shkruar ose testament i Aleksandrit të Madh, por është një falsifikim historik i periudhave të mëvonshme, ndoshta edhe mesjetare, sepse autorja në këtë kuadër, në kuadër të studimeve mesjetare të shekullit 15-16, e ka zbuluar këtë dokument. Do të vërej disa pika ku do të përqendrohem për analizën time në lidhje me këtë dokument. Aty thuhet që Aleksandri i Madh e diktoi këtë testament
në shtratin e vdekjes në Pas Aleksandri. studiste, Po, në Aleksandri theksohet. Aleksandri i Madh nuk vdiq në Aleksandri. Aleksandri i Madh vdiq në vitin 323 në Babiloni. Dhe si pas studiuesve, si pas historianëve grek, kronikanëve që e kanë shoqëruar në fushat e betejës, historianëve të ma vonë, unë do t'i referohem Lukianit, është një historian dhe shkrimtar sirian i viteve 123-150 pas erës sonë, i cili thot që Aleksandri vdiq në Babiloni, amaneti i funit ishte nxjerrja e Unazës, të cilin ja dha generalit të tij Ptolemeo, ishte një shenjë amaneti, nxjerrja e Unazës në lashësi ka qenë një shenjë amaneti, që ta varroste në Egjipt, atje ku formoi qytetin e tij që mori emrin. Po, ishte që të varrose atje pranë perëndive egjiptiane. Sepse në gjatë qëndrimit të tij të gjatë në Azi dhe në Afrikën e Veriut, ai pa madhështinë e qytetërimit egjiptian dhe donte t'i ngjante perëndive egjiptiane. E dyta, ai ban fjalë, kur i drejtohet shkodranëve, ban fjalë për e quan veten pinjoll të ilirëve, të popujve ilirë, të Liburnisë dhe të Dalmacisë. Dhe të ilirëve të tjerë të rrjedhës së Danubit deri në qendër të Thrakës. Këtu vim prapë, në qoftë se do t'ishte vërtet ky testament, vim prapë përpara një zbulimi. Sepse në dokumenta historike nuk bëhet fjalë për ilirë në qendër të Thrakës. Në rrjedhën e sipërme të Danubit. Ilirët e fundit në lindje kanë qenë Dardanët, në shpinë të tyre kanë qenë fiset thrake të bezve, të tribalve, të mezve, dhe pastaj vinin dagët e famshëm. Pra nuk bëhet fjalë. Në histori nuk njihet si fise ilire këto fise. Kurse në këtë testament thuhet fiset ilire, popujt ilirë që flitnin të njëjtën gjuhë. Këtu është një zbulim i madh, është një falsifikim i madh. Prapë, më fal. Në testament, Aleksandri i Madh i fal shkodranëve tokat në Itali. Po ai kishte Aleksandri i Madh të toka. Në historia dim që Aleksandri i Madh nuk ka qenë ndonjëherë në Itali. Çfarë lidhje kishte Aleksandri me Italinë? Po. Pyetje me vend. Aleksandri i Madh, përveç në një njohje që mund të ketë pasur me Italinë, një njohje të lartë, nuk e ka prekur tokën italiane. Aleksandri i Madh është nip i Aleksandër Mollosit. Daja i tij, vllai i Olimbis, si e quajnë shqiptarët nënën e Aleksandrit, ose i Olimpias, si e quajnë grekët, ishte Aleksandër Mollosi. Aleksandër Mollosi shkoi, kjo është lidhja, shkoi përpara Pirrës, luftoi në tokën italiane dhe u vra atje. Një Tit Livi, një historian romak, na tregon të gjithë ngjarjen. Aleksandër Mollosi u paraqit në orakullin e Dodonës për të pyetur për fatin e tij dhe mori këtë përgjigje. Largoju ujrave të Aheronit, që ishte, kam thënë dhe diku tjetër, lumi i Skëterrës. Dikush thot, ishte lumi Butrintos, lumi që rrjedh nga kanali Butrintos. Dhe qytetit të Pandosisë.
këto ishin e Epir. Aleksandri Mollosi ishte Mollos. E me qenë se ishte në Epir këto vende të cilave orakulli tha duhet t'i largosh, shkojnë në Itali larg tyre. Mirë për fat, atje vajtë luft e thritën Tarentinët, në luft kundër Samnitëve dhe Lukanëve, që ishin rrotull Romës. Roma në atë kohë ishte një fshat. Dhe atje për fat u gjin një qytet që quhesh Pandosi. Dhe kur e ndoqën të mbretin Aleksandër Mollosin, lumi që doli përballë, një ushtar e quajti, ky është kaq i mallkuar sa Aheroni. Një shigjet nga bregu tjetër, vrau mbretin dhe neli, domethënë u plotësua ajo profecia. Kjo është lidhja që ka Aleksandri, asnjë lidhje tjetër. Më falë, zoti Talant, dua të ndalem. Pse Aleksandri i quajti veten i lirë? Tani, studiuesit e lashtë Aleksandrin asnjëherë nuk e kanë quajtur i lirë. Edhe Aleksandri vetë asnjëherë nuk e ka quajtur veten i lirë. Përkundërzi, Aleksandri ka qenë një nga armiqtë kryesor të fisëve ilire. Betejë e parë që ka humbur Aleksandri, e vetmja betejë që ka humbur Aleksandri, e ka humbur kundër ilirëve taulant në qytetin Pelion të lashtë, ose që identifikohet me Selsën e sotme. Pasi humbi atë betejë u plagosëran, por ilirët ashtu si ne. Ku shumë veta e dishin dhe të vdekur. Bravo. Ilirët ashtu si ne shqiptarët festojnë shumë. Edhe festuan kaq shumë të fitore, sa u pinë, u bën tap gjithë ushtëria, dhe u kthyn ushtëria e Aleksandrit, edhe në fitore ju a ktheu në humbje, i shkatarroi, çfarosit të gjithë. Kjo është e vetmja lidhje që jep historia të Aleksandrit me ilirët që ishin në prapa tokën e Maqedonisë. Veç kësaj, e ama Aleksandrit ishte Epirote, që studiuesit e nxjerrin prap një popull ilirik. Jo krejt ilir, por ilirik, popull ilirik, sepse kanë shumë gjëra të përbashkëta. Për gjuhën nuk kemi të dhana akoma, por dim emrat të përbashkët, që kanë ilirët dhe epirotët, dim armët e përbashkëta, për krenarja ilirë dhe për krenarja epirote janë të njëjta, armët e përbashkëta, kanë dhe etnografinë e përbashkët. Kështu që i vlerësohet të njëjtin popull. Meqenëse se ishte nip i ilirës Olimpia, i epirotës, ishte Mollose e ama, e vlerësohet ilirë. Edhe një fakt tjetër, Aleksandri në fushatat e tij luftarake, në lindje, pati një trup të zgjedhur ilirësh, nën komandën e ilirit Kliti. Dihet dhe numri ushtarëve. Ishin 7.000 ushtarë ilirë. Dhe në trupën e tij, Aleksandri ka pasur reparte të zgjedhura maqedonase. Ka pasur reparte thrake dhe reparte ilire. Aleksandri i Madh ka bërë një betejë, pavarësisht se Greqia ishte pushtuar nga Jati, nga Filipi, se kemi dëshmitë e Demostenit, po bani edhe një betejë tjetër kundër grekëve në Tebë, i shkatarroi në Tebë. Thuhet që ishte perandor grek, thon grekët e sotëm, Këte e thon këto studiuesit grek e shekullit 19, shekullit 20. Faktikisht, edhe në ushtrinë e Aleksandrit, grekët kanë qenë pakët. Bile kundërshtarët e tij kanë qenë grekët në radhët e ushtrisë perse. Këtë thot historia. Po grekët, pse i quajton Aleksandrin bashkëkombësin e tyre? Edhe pse ai pushtoi Greqinë? Shumë në rregull.
Grekët janë një popull i vogël me çmirë të madhe. Jo vetëm perandorinë e Aleksandrit Madh e kanë përveçu, po kanë përveçu dhe perandorinë romake, që e quajtën perandori greko-bizantine, perandorinë e madhe romake të lindjes. Kanë përveçu trimërinë e shqiptarëve, që i dhanë lirisë, s'kishte grek, shekullin 19 nuk kishte grek në Greqi. Kanë përveçu pashallikun e një pashajt të rallak shqiptar, që këta e majnë si kokë e madhe, pa ishte një intrigant i vogël që ju shërbeu grekëve. Të mahen grekët janë mjeshtër të përveçimeve në histori. Gjithashtu Aleksandër kishte lidhje gjaku dhe njohje shumë të mirë me ilirët e veriut. Po me ilirët e jugut. Po. Kishte ndonjë lidhje? Këtë lidhjen me ilirët e veriut e shpreh ky dokument. Ai fal shkodranëve tokat që ndodhen në Itali, që nuk i kishte Aleksandri. Por nuk përmend, kur përmend shkodranët, nuk përmend fiset që banonin atë kohë Shkodrën, që ishin labeatët. Por përmend fiset ilire, ato ilirë të pastër që kemi thënë dikur, që ishin dalmatët dhe liburnët. Vetë Aleksandri me ato nuk ka asnjë lidhje, nuk ka asnjë njohje, por rreth moshës 16 vjeç, Aleksandri ka pas një konflikt me teatrin, ka pas vazhdimisht konflikte brenda familjes, që frymëzoheshin nga ama. Dhe për 6 muaj ka nejt në oborrin e dajës vet, Aleksandr Mollosi. Tek mbreti i Egjiptit. Jo, daja vet ishte Aleksandr Mollosi, në Epir. Në mbreti e Epir. Atje ka dëshmi që ka udhëtuar rreth Bregdetit i lirë, po nuk e dim. Der ku ka qenë në Shkodër, ka qenë tek Liburnët, ka qenë tek Dalmatët, këtë nuk e thot, po thuhet që ka lëviz me anije drejt veriut, drejt brigjeve ilire, kaq dim. Dhe gjatë këtij qëndrimi, ai u njoh dhe me ilirët e jugut. Për 6 muaj sa mund të ketë. Kurse me ilirët e jugut, domethënë me epirotët, kishte lidhje gjaku. Ishte nip. Ishte nipi i epirotëve i Mollosëve, se ishte nipi i Aleksandr Mollosit. Por edhe jati ishte nipi i ilirëve. E ama e Euridika, e ama e Filipit Maqedonis, ishte nga linkestët. Po gradecarët dhe ori i sotëm. Pra, shtëpia mbretërore maqedonëse ka pas vazhdimisht lidhje me ilirët. Tani të vim përsëri tek testamenti. Tek testamenti, Aleksandri i Madh është edhe një pikë, pasi i fal shkodranëve këto toka, shprehet që unë betohem mbi perëndit, Zeus, Minerva, Mars. Këto perëndi nuk janë perëndi greke, nuk janë as perëndi maqedone. Hiq për jashtë Zeusin. Minerva dhe Marsi janë varianti romak i perëndive greke Athina dhe Ares. Po nuk ishte si një perandor, po e quajmë si e qunë dokumenti, po ai ishte një meteor në fushë, një general i madh mund ta quajmë më mirë. Nuk ishte se si të betohesh për perëndit e një fshati. Sepse Roma në kohën e Aleksandrit ishte një fshat. Nuk ishte Roma e 200-300 vjetë dhe ma vonë. Nuk ishte Roma e periudhës perëndorake ose Roma e
As Roma e periudhës së luftave me Kartagjenën nuk ishte. Ishte një fshat që bante luftra lokale me ato fqinjët, samnitët, lukanët, tarantinët, mesapët. Këtu ishte Roma. Po të kishte, se Aleksandër ishte ambicios, që djalë. Dhe me qenë se ishte ambicios, donë të lavdi, shtriu perandorin në lindje, sepse në lindje ishte lavdia, po të ishte zhuk, ishte vojt, kishte pushtu Romën. Roma ishte i fshat. Që ne Aleksandrit betohet për perëndit romake. Nuk shkon. Nuk shkon. Kështu që unë mendoj që ky dokument është një falsifikim. Që nga vendi ku u shkruajt dokumenti, që nga përkatësia etnike që jep vetës Aleksandri aty, që nga përmendja e fisëve ilire shumë thellë, nga sa na vlerësojnë historianë, që nga lidhjet e pastra që vlerëson Aleksandri vetë në të shkrim të Maqedonësve me Ilirë. Lidhje kanë pas, po Maqedonësit nuk kanë qenë Ilirë. Aty vlerësohen Ilirë. Plus këto element panteonik që nuk ekzistojnë, të japin përshtypjen që ky është një dokument i falsifikuar ose një falsifikim historik për mendimin tim. Ky falsifikim historik, meqense e ka gjetur duke kërku materiale për historinë e mesjetës, ku po përgatiste doktoraturën, unë mendoj që është një falsifikim mesjetar i asaj periudhe, i viteve 1400, 1500, 1600, deri këtu. A ka raste të tjera të historive të mashtrimeve, dhe cilat janë ato? Po. Unë do të ndalem, pse mendoj që e para, ky është një mashtrim historik. Është periudha e viteve, ka vënë dhe një vite aty, 1469. 1469 është periudha 1468 vdiq Skënderbeu. 1469 deri në 78 është dyndja e trupave të sultanit kundër Krujës, disa rrethime. Në 1478 bi Kruja. Në 1479 u vërsulën Shkodrës. 1480-81 bi Shkodra. Të gjithë të shqiptarë që luftuan në kryetërimin e arbërve, Skënderbeun, u detyruan të emigrojnë, të ikin në Itali. Sepse, pavarësisht ne sot themi që Turqit i kemi vëllezër, Turqia ka bën masakra, e tregojnë dokumentat turke, kur u pushtu Kruja, të gjithë banorët u therën, është dokumenti historik. E thot edhe Barleti, e thot edhe Noli. To që kam pa unë. U masakrun. U pushtu Shkodra, vetëm gratë e fëmijët u lanë të ikin të lirë. Të tjerët u masakrun. Masakra u banë kudo, kështu që popullsia u detyru një pjesë të shpërngullet. Dhe një pjesë e shqiptarëve të Mores në Greqi, Arvanitësit, që qenë vendosur atje 300-400 vjetë më parë, edhe ata u detyruan të emigrojnë në këto zona ku përcaktohet falja ose premtimi që jep në testamentin e vet Aleksandri Shkodranëve. Shqiptarët u vendosën pikërisht në ato zonat e Aquilanum, në Molise, në Kalabri, rreth Napolit, pikërisht ato toka të cilët me testament ja jep Aleksandri rreth 2000 vjet përpara kësaj kohe. Pra ky mund të jetë një falsifikim historik i kryer nga mbreti Napolit, nga obortarët e tij,
për të justifikuar tek banorët ardhen e shqiptarëve. Kjo është, mendoj unë, sepse shqiptarët aty u vendosën, arbreshët e famshëm të Italisë u vendosën në gjithë bregdetin e Kalabrisë, në Bari, rreth Napolit dhe në Sicili. Janë të gjitha prona që i kishte mbreti i Napolit, që nuk ishte italian, ishte spanjoll, ishte mbreti kurorës Spanjës, se nuk lidhte miq Skënderbeu kështu. Prandaj unë mendoj që mund të jetë mesjetar si dokument. Por mund të ketë edhe diçka tjetër. Mund të jetë edhe falsifikim i vonë. Aja kanë hedhur kësaj studiusit. Unë nuk e di si mund një studiusit serioze duhet i di këto element. Pak në qofse studiuse lashtësisë duhet njohi historinë. Nuk shkone, Roma atëherë ishte fshat. Janë shumë element që vërtetojnë për mu që ky dokument është falsifikim. Në qofse është falsifikim i vonë, këtë falsifikim ja kanë hedhur grekët e saj. Sepse shof vitin 2002 kur është zbulu, mund t'ja kenë servirur grekët. Në 2002 dolën analizat e ADN-s, analizat genetike që folëm javën e kalume, dhe grekët dolën 0%, domethënë ato 35% grek që ka Greqia sot, dalin 0%. Kurse 4% Maqedonës dalin slavët Maqedonës dhe thrakët dhe shqiptarët që jetojnë në Thesali. Ato dalin 4%. Po 4% nuk quhet në përqindje. Kur llogarit që rumunët janë 12% i lirë. Ato e kanë majtë veten për Maqedonës të lashtë. Domethënë Irakja, analizat gjenetike i arxuan grekëve 200 vjet pretendim e 2000 vjet më tepër, si kur janë pasarësit e Maqedonësve. Dhe historia i arëzon, dhe vetë historianët e lashtësisë i arëzojnë, atëherë që mbetet grekëve? I mbetet që këto Maqedonës janë i lirët. Sepse grekët nuk kanë mahall në shqiptarëve. Për ata, pasarësit e i lirëve janë shqiptarët, ato që kanë në shpinë. Një për shqiptarët nuk duan buke ujë. Nuk kanë pretendime territoriale. Edhe Çamërin që e kanë pas 10.000 vjetë nuk e di se sa vjet ka e banuar në pararësit e shqiptarëve e piri veriut, e piri shqiptar. Edhe i përzun me forcë, me masakër, por nuk i përzojnë dhe slavët. Shqiptarët i përzojnë. Shqiptarëve edhe çamt nuk kërkojnë të kthehen prapë Çamëria, po kërkojnë dun legët, dun pazurinë. Dun pazurinë e tokave çame. Veç që të kërkojnë të kthehen nga i përzun, se i përzun me genocid. Ato kërkojnë parët. E kanë kollaj grekët të japin legët çame. I 100 miliard euro ja kanë marrë Evropës. Se i marrin edhe 1 miliard, as i pakson, as i smadhon. Evropa do i paguaj prapë. Se di grekët, kanë 50 vjetë që e bajnë të zënatë. Merri miliard Amerikës, merri Evropës, përse i japin 1 miliard për pasurinë e tokës të Çamërisë. As e kanë problem fare. Hallin e kanë me slavët, se slavët popullojnë një pjesë të Thesalisë, ato janë edhe orthodoks, si ka për zanë tot. Ato pretendojnë që janë pasardhës të Maqedonësve. Ato ja kanë vu kufini ke thana. Ato i shkruajnë kur flet shkenca heshtin të tjerët. Ato kanë krenari kombëtare. E që i neli falsifikatorit greki me? Ec po baj Maqedonësit i lirë, se me këto shqiptarë s'kemi probleme. Ne i kërkojmë detin në japin. I kërkojmë vorreza greke kujdon, përmet. S'ka ushtar grek atje. Qiti ato plaka, ato nanat tonë, ato gjyshit tonë, bani ushtar grek, i banë shqiptarët. E se s'kemi probleme, ma mirë po bajnë shqiptarët. Edhe hullën
të material falsifikum. Mund t'jetë dhe kjo. Po për mu, që është material i falsifikum, është një falsifikim historik. Të vim ke pyetja. Për çudi, edhe dëshmit historike fillojnë, se nuk janë grekët parat që kanë pa falsifikim historik. Fillojnë me një falsifikim historik. Është një betejë e zhvilluar në Izraelin e sotëm, diku në Siria, midis egyptianëve të lashtë dhe hititëve. Rreth 2000 para herës sonë. Tu e 4.000 vjetë për para, i 1.500 vjetë para se të vishin grekën në Balkan. Edhe një nga faraonët më të përmendur të Egjiptit, më të lavdishëm që ka pasur Egjipti, Ramsesi II, atëherë ishte djali i ri 18 vjeç, sapo hipi në front. I doli përpara me ushtri një perandoria në krijim e sipër, ishte perandoria hitite, i vetmi kërcënim që kishte atëherë Egjipti lashtë. Mirë po u mund për turp. U detyru të bëj paqe të turpshme. Edhe kur u kthy, meqense atëherë distancat ishin shumë më të largëta se janë sot, ngriti një tempull në Luksor, në Tebën e dikurshme, Luksori sotëm, edhe shkroi në tempullin e Luksorit që ushtria egjiptiane arriti një fitore. Vetë është gdhendur një bazorelief i Ramsesit të dytë me këto hititët, viktimat në kamët e tij. Këto i hanë europianët, ashtu si kanë hanë prallat greke, sapunin për djathë, se europianët e ndritën këtë sëmundje të falsifikimeve që quhet Greqi. I hanë europianët. Mirë pa arkeologët amerikanë nuk pyesin shumë. Nuk pyesin as për traditën. Ta verifikojnë traditën. Për ti ke kaq 1000 vjet që e man filan ngjarje për ta hetojmë. Dhe zbuluan në Babiloni, në ato pllakat kuneiforme, historinë e vërtetë së lufte. Ku Ramsesi II ishte mundur për turp dhe perandoria i tij i kishte detyruar të bëjë një paqe të turpshme, duke lënë territoren në lindje dhe duke dhënë sasi të mëdha dëm shpërblimi. Kjo zbulon një dokument në Babiloninë e sotme, ose në Irak. E zbulon arkeologët amerikanë. Po kjo ka 2500 vjet. Për ditës sotme ka 4000 vjet mashtrim. Mashtrime të tjera historike kemi na grekët. Edhe ato nuk kanë qenë pasur edhe historianët e tyre. Çfarë na japin për popujt që gjetën në Greqi, për shembull, për minoikët e famshëm. Na japin atë mitin e turpshëm të mbretit Minos, në formën e një demi përbindës që hante çdo ditë kërkonte në një femër, kupton? Çfarë tregojnë të dhanat arkeologjike? Tregojnë një qytetërim të lavdishëm, nuk tregojnë Piruca si thon grekët. Tregojnë një popull që adhuronte femrën, një popull të lirë. Ato ndeshjet me dema i kemi që në kohën e minoikëve, domethënë 1500 vjet para. Egjiptianët i quajnin popujt e detit dhe ishin një kërcënim për Egjiptin e lashtë. Egjiptianët kur kuni se përmenin Greqinë, kur kuni deri në fund si përmenin grekët. Se ishin një popull gjuç. Ngritën për veten gjërat pa qena. Kemi në fillim të mesjetës një historian të tyre të përmend Prokopi Cezares që shkruan për perandorin më të lavdishëm me perandorin me origjinë lire të perandorisë romake të lindjes.
atë që ndërtoi Shën Sofinë e famshme, që është edhe sot, që kur u ndërtu Shën Sofia thriti Solomon Takalova, sepse Shën Sofia ishte më madhështore se tempulli i Solomonit në Jeruzalem. Që shkruan ky Prokopi Cezares? Sa ishte perandor Justiniani, ngriti ditërambe, e lavdëronte. Të gjitha ndërtimet që ka bë Justiniani i kemi prej këtij Prokopit Cezares. Sa po vdiq Justiniani, u kthye jo në kritizerjen, po në sharsin, në njollosin e perandorit më të lavdishëm të perandorisë romake të lindjes. Sa unë shprehmisht 2-3 fjalë më kujtohen, thotë xhaxhajti, domethënë Justini, ishte i kadunar i trash. Ishte, me qenë se ishte i trash, nuk bante do të keq. Justini ishte perandor, përsëri perandor i lirë, xhaxhai Justinianit. Kurse ky ishte një tiran i poshtër. Edhe i ven shumë epitetet të tjera që e zhvlerëson, sikur shkatarroi arkën e shtetit. Jo se ai i filloi të ringrej perandorinë e shkatarruar, Justiniani. Dhe gjithë ndërtimet e famshme që u bën edhe Elbasani. Kjo kështjella e Elbasanit është kështjella e Justinianit. Sepse kështjella që ngriti Diokleciani u shkatarru, e na thot Marin Barleti, u shkatarru nga Gallo-Grekët në shekullin e 5. E ringriti Justiniani dhe u shkatarru nga Slavët pasaj, që u ngrit në Mehmeti II. Pra, falsifikatorët e historisë nuk janë vetëm grekët. Falsifikimi historike ka pas qyrë në agim të historisë e deri në ditët tona. Në ditët sot. Do të përmend një rast tjetër. Një nga pikat kyçe të historisë që kemi bërë të dy, është udhëtimi i Marco Polos në Kinë. Historianët amerikanë vlerësojnë se Marco Polos ka qenë kur në Kinë. Librat e historisë kanë kapitull tanë, sikur u zbulu Hana. Është vlerësu tamam si udhëtimi i Oldrinin dhe në Han. Udhëtimi rreth vitit 1200 të Marco Polos në Kinë. Studiuesit amerikan e kanë futur në skaner. Nuk ekzistojnë ata perandorë të Kinës që përmendej në atë kohë. Shumë elementë si muri kines, porcelani, çaj, nuk ekzistojnë ke vepra e Marco Polos. Prandaj ata kanë konkludu që Marco Polo ka shpif, dhe gjithë të shpifje i ka marrë në bazë të tregtarëve persian dhe arab që vizitonin Kinën. Edhe i kopjoi atë, kur shkoi në Venedik, u paraqit si kur kishte taku perandorin kines. 500 vjet kemi që po studioj Marco Polo, s'ka qenë fare. Është mashtrim historik. Ashtu si shumë mashtrime historike moderne. E piri grek, jo e piri veriut, po i gjithë e piri, as e piri jugut, as e piri veriut, nuk kanë qenë e grek, e thash edhe ke emisioni kalum, sepse s'ka as i dëshmi historike, as në periudhën perandorake, as në periudhën e asaj që quhet mbretëria e Pirit, as njëherë ky territor nuk është banuar nga grek. Madje edhe kohët e fundit, generali gjerman që dëshmoi luftën me partizanët grek, thotë shprehimisht, më vlla, këto nuk janë grek. Këto janë rumun edhe shqiptar, kur flet për partizanët që sulmojnë ushtrinë gjermane. Asnjëherë nuk ka pas grek në Epir. Një mashtrim historik që e hangu Evropa, që mbylli sytë Anglia dhe nuk dënoi genocidin
është njëjtë me gati në për masat e genocidit armen. Po ban filma për genocidin armen të Turqisë kundër popullit armen. Mirë po, e gjithë bota heshtim dhe ne për genocidin grek kundër qamërisë, me bazë një mashtrim historik, sikur Epiri është grek. Asnjëherë, në asnjë kohë, e thonë historianët e tyre të lashtë, e thonë historianët e mesjetës, e thot fakti, e thonë analizat biologjike, genetike, çfarë të lloj e vërtetojnë që Epiri nuk ka qenë asnjë grek. E gjithë ky mashtrim shërbeu për të zbraz, e thot edhe Konica, e thot edhe Noli, e thonë edhe historian, e thot edhe Çabej, për të shtyr kufirin 100-200 kilometra nga gjiri Prevezës deri në Konispol. Pra në çdo dokument historik ka pasur mashtrim. Po. Historia ka pas gjithmonë mashtrime historik që i kanë shërby politikës. Dhe mendoj që ky dokument mund të jetë hartu, nëse është dokument i kohës vonë, i kohës tonë, sepse janë dy variante për mu. Mund të jetë dokument mesjetar, falsifikim mesjetar, ose falsifikim i kohëve moderne. Në qoftë se është i kohëve moderne, ky shërben vetëm grekëve. Sepse aty thuhet, rreshti i parë i dokumentit thot Aleksandri krijoi perandorinë greke. Nuk ka së vërtet. Asnjëherë. Aleksandri barti gjuhën greke dhe kulturën greke. Këtë e pranojnë. Kjo po. Sepse ilirët, thrakët, maqedonët nuk kishin shkrimin e tyre. Dhe të gjitha kronikat, të gjitha dëshmi shkruheshin në greqisht. Mund të ketë shkruar në greqisht. Ashtu si shkruajmë ne në anglisht. Po kur nuk ka formu perandori greke. Po pse do formojmë? Pse do formojmë perandori greke kur unë kam një komb që ka pushtu botën? Atëherë kombi Maqedonës. Pse mos formojmë perandori maqedonase? Po të formoj perandori greke. Formoj perandorinë e atyre që kam sklavëru. Nuk ka sens, nuk ka logjik. Po ky është një mashtrim grek. E kanë sapuni për djathtë thash një herë. Kanë gati 500-600 vjetë europianët që e ngjojnë të. Na e thonë ne europianët që kjo perandoria e Aleksandrit është greke. Aleksandri ishte grek, fliste greqisht. Egjipti i Veriut është grek, me që u vendosën këto generalet e Aleksandrit Madh në Egjiptin e Veriut, edhe vetë Kleopatra është nga këto, nga Maqedonasit, tërmes e generalëve të Aleksandrit Madh. Çfarë kishte përbashkët Maqedonasit, ilirët dhe thrakët? Maqedonasit, ilirët dhe thrakët janë një grup popullsh që zbritën bashkë në dyndjet indo-europiane. Dhe janë të çuditërisht në lashtësi të ndërthurur me njëri tjetrin. Kanë shumë të përbashkëta, kanë shumë, por s'mund të themi, nuk kemi siguri shkencore, që Maqedonasit, ilirët dhe thrakët flisin të njëjtën gjuhë. Nuk e kanë thënë studiusit, nuk e kanë thënë filologët, e thot ky dokument. Po, në dokument thuhet që kishin të njëjtën gjuhë, flisin të njëjtën gjuhë. Kishin të njëjtat zakone. Nuk mund të thuhet kjo. Nuk kemi prova shkencore, derisa s'ka prova shkencore. Vazhdon të mbetet një dokument me mashtrim. Është për të shënuar që Maqedonasit e lashtë gjithmonë kanë dhënë, kanë manduar, kanë bërë krush me ilirët. Për shembull, mbreti i parë Maqedonas, ai që themeloi dinastinë maqedonase, ishte strehuar tek ilirët. Dhe e ama
e Filipit, si thash, Euridika, ishte i lire nga lynkestët. Lynkestët janë liqenit lynkeste, liqenit Pogradecit, liqenit Prespët, janë banorët që jetonin rreth tyre liqeneve. Gjithashtu, Aleksandri Madh kishte nanën i lire na Epirotët, Olimpin. Pra, kishin marrje dhanje me njëri tjetrin, ashtu si edhe thrakët. Janë të ndërthurur që në lashtësi. Unë vetëm një gjë vërej ke ky dokument, sepse dokumenti nuk do jetë 99% ose 100% gënjeshtër. Zakonisht, mashtrimet thuhen bashkë me të vërtetat. Thuhen me gjysmë të vërtetat. Se ashtu ngjit mashtrimi. Aty ka një element që vërtetohet nga këto analizat. Kur thuhet që i lirët popullonin, popull i lirë, popullonin edhe rrjedhën e Danubit, edhe qendrën deri në Thrak, deri në qendër të Thrakës, ne kemi një element gjenetik që rumunët dalin 12% i lirë. Pra duhet të shohim përsëri Çabej nëpërmjet analizës gjuhësore ndjek rrugën e ardhjes së indo-europianëve, të paraardhësve të shqiptarëve sotëm, nga verilindja e Europës. Dhe aty ku kanë kaluar kanë lanë gjurmë, dhe gjurma e parë që shënon Çabeu janë Karpatat, që vjen nga shqipja karp, që do me thënë shkam. Pra, nuk kanë ardhë nga jugu, nuk kanë ardhë nga deti, nuk kanë ardhë as nga veriu, por kanë ardhë nga lindja, nga verilindja. Ajo rrugë që shënon Çabeu. Të nderuar teleshikues, këtu erdhi dhe fundi i emisionit ton. Unë gjerasin të falenderoj zotin Taulan që ishte në studion ton, gjithashtu ju falenderoj dhe juve që na ndoqët nëpërmjet ekranit. Bashkë mirupafshim.